Çfarë bëre? A mundet të gjesh një zgjidhje? Çfarë duhet të bëj me gruan e Suatit? Po mendoj. Këtë herë Plumbi nuk e goditi djalin tënd, por Merxhanin. Nëse nuk e ndryshon deklaratën tënde për menderesin në gjykat, Plumbi tjetër do ta godas djalin tënd. Çfarë? Çfarë drejtin është kjo, ore? Ndaj, çfarë ndodhi? Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Lütfen mesaj. Ndaj, çfarë ka, ha? Çfarë do me thënë kjo, ha? Këtë herë Plumbi nuk e goditi djalin tënd, por Merxhanin. Nëse nuk e ndryshon deklaratën për menderesin në gjykat, Plumbi tjetër do ta godas djalin tënd. Çfarë do të thotë kjo? Po përpiqesh mua të më mashtrosh. Vrasësi me pagesë që mori burri yt më dërgoi mesazh. Çfarë nuk kupton, ha? Burri yt I poshtër më kërcënon me jetë djalin tim. Sabit, mirë jeti? Sabit, shiko, po thuaj se arritëm. Qetësohu, në rregull. Sabiti nuk dëshiron të shkoj atje. Sabiti dëshiron të jetë me vëllezërit e motrat e tij. Sabiti dëshiron të shoh Merxhanin. Mirë, Sabit, mos u shqetëso. Merxhani do të bëhet më mirë, do shërohet. Kush e qelloi Merxhanin? A e qelloi Çatalli? Jo, Kush e qelloi? ka shumë të ngjarë që është një vrasës me pagesë që menderesi e dërgoi. Pra Merxhani u qellua në vendin tënd. Nazmie më thuaj kush është vrasi që ka punësuar burri yt. Ndaj, unë nuk e di. Vajs, shiko, kjo nuk është shaka. Është shumë serioze kjo. Shikoni, se nuk më thua, nuk të ndihmoj të heqesh qafe atë gruan që mban peng. Ndaj, të lutem. E mallkuar. Çfarë drejtin do? Më thuaj çfarë drejtin do, ha? Në rregull. Unë do ta varros djalin tim në një varr, në rregull? E do këtë, atëherë ti dhe burri yt nuk do të mund të dilni kur nga burgu. A është kjo ajo që dëshiron më trego tani? Kë punsoj menderesi? Nuk e di! Nuk e di! I thash menderesi se Barbarosi është kushëri im. I thash se do të bëja gjithçka por jo vrasje për të. Por ai nuk më tha asgjë. Ndaj, unë nuk jam vrasëse. Barbarosi është kushëriri im. Si mund ta lëndoj unë atë? Unë jam vetë nën.
erdhi dikush. Vëlla Nizami erdhi. Mblidhi të gjitha. Pastroje gotën e thyer daj për hir të Zotit. Si dreqin ta pastroj, si? Mos lër asnjë gjurmë. Këtu është. Kjo është shtëpia ku ke lindur. Ti më solli këtu për të qenë e sigurtun, por është këtu edhe xhaxha im që më nxori nga kjo shtëpi dhe modhe në Plehra. A do të takoj atë? Gylajshe, xhaxha yt është dorëzuar vetë në polici këtë mëngjes. Por gruaja e tij mund të jetë brenda. Mbyllë derën, mbyllë. E kanë sjellur Larën këtu? Çfarë do të bëj tani? Çfarë do të bëj? Çfarë do të bëj? Çfarë do të bëj? Pse nuk e arrestuat edhe në Zmien? Çatalli nuk tha asgjë për të. Ai nuk e di nëse ajo është e përfshirë në këtë çështje. A është edhe ajo fajtore? Çfarë mendon për të? Ti e di, vlezrit e tu panë se ishte grua ajo që të hodhi në Plehra. Dhe ne dyshojmë se mund të jetë ajo grua. Vajze ime, xhaxha yt dhe gruaja e tij janë shumë të afërt. Ata bëjnë gjithçka së bashku. Ne nuk e dim, por Zoti e di. Xhaxha, çfarë do të bësh ti? Do ta dëbosh nënën nga shtëpia? Le të futemi brenda së pari. Eja befut. Bi, nuk do të ish në shtëpinë tënde? Do të hym, por në shtëpinë tënde. Barbar? Tja nuk do të vish. Gylajshe, ne do të marrim masat para praket sigurisë, pastaj duhet të shkoj të raportoj në prokurori për plagosjen e Merxhanit. Atëherë do të vi këtu, në rregull? Hajde hyr brenda.
Para se të hysh, thuaj bismillah e dashur. E di lutjen, apo jo? Sigurisht që e di. Ajo që sapo u plagos, ajo tek e cila nuk mund të shkoj tani motra ime, ma mësoj kur isha fëmijë. Kurse ata e mësoj vëlla e liu. Eudhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayşe. Sabitit nuk i pëlqen fare ky vend. Vëlla Sabit. Unë po shkoj të marr pantoflat. Ju hiqni këpucët tani. Gül Ayşe, mos. Çfarë do të bëj tani? Çfarë do të bëj? Nazmia, shiko, para se të vinë këtu për të kërkuar, zbrit poshtë për t'i mirë pritur. Mirë? Nazmia? Vajs? Hej, me kë po flasun, Nazmia? Shko poshtë dhe mirë pritja, tha. Ajo më njeh mua. Kush? Lara, Çfarë? ajo më njeh mua. A nuk të kujtohet? Kur doje të rëmbija atë në xhami, por unë dhe Menderesi shkuam atje para teje dhe e takuam vajzën si bamirës? Më pas e dërguam atë në kuzhinë. Çfarë do të bëjmë? Sikur ajo të më njoh mua? Sikur të thotë se ato erdhe në xhami dhe që ata liu përpoq të më rrëmbente? Do të ekspozohemi. Daj, çfarë do të bëj tani? Shpirti nënës. A nuk ju thashtë të ikni juve? Përse nuk jam bathe? Baba yt tha se vetëm fajtorët ikin. Të pafajshmit dorëzohen vetë në polici. Zemër, ti i besove Barbarosi që na vuri fajin dhe po na akuzon neve. Por ne jemi të pafajshëm, zemër. Urdhëroni, urdhëroni. Urdhëroni. Të pëlqeu? Gül Ayşe's nuk i pëlqeu fare.
Shtëpia juaj është e bukur. Kjo shtëpi nuk është vetëm e jona. Ky pallat dhe gjithçka brenda saj të përket edhe ty, zemër. Gülayşe. A je e pasur ty? Lara është e pasur. Gülayşe nuk është. Bi, dëshiron të bësh një çetitje në shtëpi? Jo. Së pari dua të telefonoj vëllain tim. Për të mësuar se si është motra. Në rregull, vajz? Eja, ullu dhe telefono me qetësi. Hajde tani, kalo. Eja, vëlla Sabit. Ja, birë, ja, ullu. Vëlla, dalo. Vëllë, Vëlla, mos më, të lutem dalo. Nuk të lë vëlla, të lutem qetëso. E ja në vete. Ajo tha se nuk I ndjen të këmbë si pki. Ajo tha se nuk I ndjen të këmbët. Ajo ishte në ambulancë, vëlla. Mergjani atëherë, sa po ishte plagosur. A e shiti këpucët e veta për t'ju blesh sanduiç të kujtojt? Më kujtohet, vëlla. Si mund të harroj? Mergjani ishte e zbathur. Shpina e saj ishte mavjosur. Ti mbaje që mërë në shpinë për të blerë telefon asaj. Pavarësisht se ushqeve vajzën e ti. Shif çfarë në bën tash ky zotri Nizami, edhe pse e kemi shpinën e mavjosur. Në vend të na falenderoj, ai thotë se do na shkatroj vendin. Po shmendem e sepse Mergjani është plagosur. Merdjela I thjesht të trem nëse diçka do të ndodhte vajzës ti. Ai do donte ta çonte atë në një vend sigurt. Ka të drejtë. Çfarë të drejtë, vëlla? Çfarë të drejtë, vëlla? Ai njeri neve na ka borxh. Borxh na ka. Që në fillim jam unë ai që doja që Gülayşe të jetoj një jetë që meriton ajo. Por në vend të na kërcënoj me shkatrimin e shtëpisë, ai duhet të na bëjë një dhuratë atë. Zepken. Ne jemi kujdesur për Gülayşen, jo për të marrë diçka në këmbim të asaj. Nuk e bëm, vëlla, e drejtë. E drejt. Ne kur nuk presim diçka nga askush. Çfarë duhet të bëjmë tash? Hë? Duhet të japim bekimin atij? Vëllai I tij manjak punson një person me pagesë për të vrarë barbarin, kurse ky person po maçëllon motrën time të dashur, a do heshtim neve kështu? Prit, kjo nuk është e gjitha. Kemi vite që ne ndjejmë një ndërgjegje faji që nuk I treguam Gülayşes për baban e saj. Dhe ajo na fal dhe përballa duke thënë se është ofenduar me ne, por prap dëshiron të qëndroj me ne ajo. Dhe ajo përsëri na zgjodhi neve, vëlla. Vëlla, vetëm një natë.
Ajo nuk qëndroi as edhe një natë me ne. Dhe zotri Nizami mori motrën time duke thënë se ky vrasës qëlloi Merxhanin. Zipkin! Shiko djalë këtu. Tani mos më bëj presion, mezi po e kontrolloj veten tim, mos më bëj të shkoj dhe t'i shep shtëpinë e tim, Miko. Le ta bëjmë. Vëlla. Le t'ja shembim, vëlla. Më lejo të kujtoj. Motra ime tani është në shtratë të vdekjes. Motra ime e vogël është në robërinë e atë shtëpi. Vëllau im Sabiti tani është në krizë. Unë dhe ti po e humbasim mendjen këtu duke bërtitur, po të shmendemi këtu vëlla. A është kjo kështu si e meritojmë? Të shkojmë ta shkatrojmë atë shtëpi dhe ta qellojmë atë bastard. Mjaft më, mjaft vëlla, me që do të shkojmë në burg, le ta meritojmë këtë vëlla. Hajde mbyllë gojën, tani mbyllë. A kështu jemi ne apo çfarë jemi? Mos më shmend më shumë mbyllë atë gojën thash. Hajde hape tani, telefoni për të bje. Është Gylasha, ma jep këtu. Shpirtim, Si është motra ime, është mirë ajo? është akoma në operacion. Mos u shqetëso, do të bëhet mirë. Barbari ka thirrur doktor Meta. Ajo është gjithashtu këtu me motrën tonë të brenda. Mos u shqetëso fare, mos mendo për ne. Të lutem, në rregull? Si të mos mendoj për ju, vëlla, në vend që të jemi ju aty tani. Unë qëndroj këtu në këtë vend të zbukuruar. Zotri Nizam bëri atë që mendoj se ishte e drejtë, apo. Do të telefonoj sapo. Nuk e bën do të flas për këtë gjatë gjithë jetës time, e di këtë gjë. E di unë të njoh mirë. E di mirë. Hajde, mbyllë tani telefonin, kujdesu për Sabitin. Vëlla, Më thuaj. të thash se u zemërova me ju, por nuk më intereson fare. Ju dua shumë juve. E si është ajo, vëlla? Kolegët e mi ndaluan gjakderdhjen e brendshme. Gjendja e saj nuk është më kritike. Faleminderit Zotit. Por për shkak të goditjes nga afër, plumbi ka hyrë në bark dhe ka arritur në palcën kurrizore. E çfarë do të thotë kjo, vëlla? Vëlla? Ajo më tha se nuk po i ndjen të këmbët. E nuk do të jetë në gjendje të ecë. Është pothuajse e pamundur.
Do ta bëj të ditur se jeni këtu zotëri Barbaros? Ta kishe thyer. Në rregull, është mund ta mbyllësh Mirë derën. zonjë. Thuaj se do ta bësh Menderesin të marrë dënim të përjetshëm. Çfarë ndodhi? Vrasësin që ai punsoi, qelloi Merxhanin në vend meje. Çfarë? Sa po doli nga operacioni. Vajza tani është e gjymtuar. A e di Gylajsha? Jo. Aliu më tha të mos i tregoja tani. Pse vrasësi qelloi Merxhanin dhe jo ty? Njeriu që punsoi Menderesi nuk mund të kishte gabuar. Pikërisht ashtu. Ku është Menderesi? Në departamentin ton nuk ishte. Çfarë do të bëje ti nëse ai do të ishte atje? Thjesht do t'i bëje pyetje? Apo do ta godisje? Sare! Ku është Menderesi? Hyr në sistem dhe mësoje. Si prokurore, duke parë këtë zemrimin tënd, nuk mund të jap një adres, apo jo? Faleminderit. Barbar, Ha? shiko. Nesër në mëngjes do t'jetë në gjykat. Nuk dua ta shoh me fytyrë të mavejosur. Mos u shqetëso ti. Mos u shqetëso. Hape derën. E di se me një lëvizje mund të të bëjt paralizohesh? Njëjtë si Merxhanin? Çfarë po bën Barbaros? Kush është Merxhani? Kush është personi që punsove për të më vrarë? Pse qellove Merxhanin në vend meje? Ha? Mos e bëj qesharak Barbaros. Cilin person? Kush është Merxhani? Kush janë këta? Vodhe një fëmijë nga gjiri i nënës së saj dhe hodhe jashtë në plera. Dhe pastaj vrave dhe në... Pse? Cili ishte faji Merxhanit? Me dëgjo. Unë nuk e njoh Merxhanin dhe as të pastrejat nuk i njoh. Dhe unë nuk hodha një fëmijë jashtë dhe unë nuk vrava askënd. Kam besim te drejtësia. Prandaj edhe unë u dërzova vetë. Kur të zbulosh të vërtetën dhe ta kuptosh se jam i pafajshëm, do të kërkosh falje, por do të jetë vonë. Por çfarë? Gjithmonë kam dyshuar se nëna jote ka vjedhur fëmijën nga gjiri nënës së saj. E di, ka një koncept paksa të paqartë. Ka lindur një fëmijë pa baba, pra mund të pres. Lutu që drejtësia të cilës i beson do të të mbyll në burg. Sepse nëse largohesh nga këtu, unë vetë personalisht do të të fus në varr. Mbyllë derën.
Si duket që kemi të blokuar këtu si minj. Daj, duhet të gjesh një rrugdalje për të larguar Sezinin nga këtu. Jam e shqetësuar se Barbarosi do të vi këtu dhe do i gjej ata. A mendon se do më njeh mua ajo? Shpresoj që mos të njoh. Është sikur po eci në një litar të ngushtë. Le të shohim nëse rrëzohem këtë herë. I ndryshove rrobat, vajzë? Eja në tavolin, ne përgatitëm ka shumë ushqime. Vëlla, tryeza është gati. Vëlla Sabit, a dëshiron të hash? Nuk do të ham ushqim. Si ashtu? Tashmë është më mbrëmje. Ju nuk keni ngrënë asgjë nga mendja. Askush nuk më ftoi mua, kështu që vendosa të vi vetë të takojmë besën time. Ti shumë i ngjan nënës tënde. Mirë se erdhe në shtëpinë tënde mbesa jon. Eja vajz, le të përqafohemi? Mbesa jon e dashur. Ke erdhur trëndafili. Vajza jon e dashur me aromë të këndshme. Unë mendoj se ju njoh juve nga diku. Ku ju kam parë më parë?